Dhe unë e bëj deri diku atë gjë, s'kam nerva për parfume, për sprej. E, po ti, ku ki flet? A ki flet? A ki flet në dhoma, ku ki flet? Divan, po. Kisha nerva të flasë në brëmë, se ishte shumë vonë, dhe thash, më mirë po flejse sa... Dërsa lartë shumë nxehtë, edhe ka diçka... Lartë atje? Po, Unë kam vendin aty... Se me hinë ca unë. perfekt është, apo unë se duroj dot, edhe ka diçka ambientet e ngushta, sikur si duroj dot shumë, edhe atje lartë, duke tavani sikur shumë afër, nuk e di pse e kot psikologjike. Më përpara kur i dëgjoja njerëz të tjerë që ja bënin vendet e ngushta si duroj dot, ja ta s'jam në rregull, e din? Tani që ndodh mu, E ki fobi ti këtë? vendet e ngushta po, Okej. i duk shu e hapur gjërë. Po, ari nuk është i... Ari nuk është i freskët, ari është shumë i... Si Shumë mbytur. mungesë ari kena aty më radhën. Po, edhe kur kam marrë këtu në fillim Shqipëri, që kam jetu, para se të vinte vlla im, 2 muaj kam qëndru kështu garzonjere, po super garzonjere, po garzonjere, edin? Se dia që do vije vllai që derisa ta merrnin banesën tamam me vllajin. Kanë qenë 2 muaj më të mërshëm që unë mund kem jetu. Shumë ngushtë, jam mësu hapësirë, gjërë. Kështu. Çdo ja thoshti në një gjë. Do ju bëj disa super tortilla me mëngjes. Sot? Bona. E ke thënë edhe prom. Unë si e shoh kuzhinën kështu, rrëmuj nuk... Me njerë me hup ajo... Ai motivimi me bu bëk diçka më unë. Unë duhet ta shoh pastër njerë. Më paramendoj mu sot, se s'do kem kohë njërë ti lajenët, duhet direkt e gatimin. Gatimin. Edhe ambientet kënej, këta këshu, tualeti sidomos. Ej, po... E kuptoj pse vjen të ne, besoj se ati është. Unë nuk di qysh nuk ju vjen keq me moj tualetin kështu. Duhet pak më shumë rregull, se di, a e diskutu të mprajmë ju pjesën e pastrimit apo fare? Ja, fare. Duhet pak të Duhet thënën. po tjetër. Dolqe, i them Edit, duhet pak të mprajmë e diskutu pak pjesën e pastrimit edhe radhitjes së shtëpisë, se shumë keq është kështu.